Të ardhurat e tyre nga mollët janë modeste, por ato u kanë ofruar ekonomi të qëndrueshme. Ndaj duan që kompania gasjellësi Transadriatik t'u vlerësoj tokën në vlerën reale. Si na bëhet mirë, po na bëhet mirë do jemi të kënaqur, po s'na bëhet mirë normale është. Nuk do jepni tokën? Po tokën atë ka qeveria, do ti të kapet bërë ta bëj. Po sa më shumë marr më mirë. Nëse do paguaj tamam si duhet, siç e ka Evropa, siç e ka në gjithë ligjet, ne na bëhet mirë. Fshati Pilur në Devoll është zgjedhur si zona pilot ku do të bëhet anketimi të gjithë banorëve. Përfaqësuesit e etap kanë garantuar kompensim të sipërfaqeve që do të merren në përdorim ose do të blihen para fillimit të punimeve. Gasjellësi ka nevojë për tokë, për të ndërtuar dhe faza e lejas nuk konsiderohet e filluar. Pra, faza e blerjes dhe servitutit tokës. Kompania gjithashtu merr përsipër që do kthejë në gjendjen e mëparshme tokën e marrë në përdorim për periudhën që do të bëhet shtrimi i tubacioneve të gazit. Ato do të shtrihen larg zonave të banuara dhe do të vendosen në një thellësi prej 1 metër nën tokë. Pjesë e konsiderueshme e tubacioneve, e gasjellësit, prej 200 kilometrash, ndoshta diçka më tepër, do të kalojë në territorin toksor të Shqipërisë me pikë hyrëse zonën e Devollit, Bilishtit, Tresenikut dhe me pikë dalëse komunën e Topojës së Tjerë. Në fshatin Pilur, TAP do të kompensojë rreth 85 familje. Një pjesë e gasjellësit Transadriatik do të kalojë nëpër territorin shqiptar, pika hyrëse të cilit është rreth i Devollit.